Kosova nuk e ka luksin e stërgjatës të këtij procesi, nuk e ka luksin e shkurës së shpesht në zgjedhje, po edhe zgjedhjet nganjëherë janë zgjidhje. Përgjegjësia e madhe ta quaj politike dhe morale mbi lëvizjen vetëvendosje, e cila as nuk dëshiron që të gjejë një zgjidhje, as nuk ofron një zgjidhje, por me kryenësinë politike vazhdoi të mbajë peng institucionet e Republikës së Kosovës. Ju dje si keni pas një reagim në lidhje me vazhdimin e shkuarjes së Besnikut Kuslimit si zëvendësës ministër në detyrë në dialog me Serbinë në bisedime duke shkruar që ata nuk kanë legjitimitet për ta bërë këtë gjë. Po reagimi ka qenë korrekt, reagimi është në favor të Republikës së Kosovës, se njerëzit pa legjitimitet janë të dobët edhe në paraqitjen edhe përballjen jo vetëm si Serbi, por dalin edhe jo serioz para partnerëve dhe para miqve ndërkombëtar. Andaj sa më shpejt që ka thirrje të ndërgjegjes së zotit Kurti dhe të tjerëve që ta kemi konstimin e kuvendit edhe të kemi institucionet e reja, në fundit, kur nuk është pa mundësia, kur njerëzit nuk bashkëpunojnë, atëherë janë elemente demokratike dhe kushtetuese që ne duhet t'ju japim zgjidhje. LDK-ja e mbështet propozimin e saj për qeveri kalimtare, do të dalim edhe me propozime konkrete se cilat janë pikat që mund të fillon dhe mund të përfundon një afat shkurt. Dhe kjo është mundësia dhe kjo është kapaciteti jonë dhe fuqia jonë politike. Po thoni që një seancë është një protestë për çështjen e energjisë elektrike, kalimin e treg të hapur nga bizneset. Po bizneset tash janë duke përballë jo vetëm me shtrajtimin, po edhe me këtë keq planifikimin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike. Ajo që kemi pa, dyshohet që mafia energjetike ka fuar duart thellë në buxhetin e Kosovës dhe në taksat e qytetarëve, po më së shumti në xhepin e varfër të qytetarëve që këtë dëmton edhe bizneset, po na rëndon edhe neve jetën. Mendoj që protesta duhet të jetë më e madhe edhe nga pjesa politike dhe nga gjithë tjerë që mos lejohet që të zhvatet buxheti i Kosovës nga njerëz që e kanë vetëm interesin financiar. Po nëse do të ftohemi, do të marrim pjesë sepse ju keni pa faturat e fundit, i prekin edhe ekonomitë familjare, nuk i prekin vetëm bizneset, edhe sigurisht vjeshta dhe dimrit do të jenë tepër të papërballueshëm. Ku të vijë një momentum ku të ka një konsenzus kushtetues dhe politik, edhe ne do ta japim verdiktin tonë. Si subjekt politik, gjithmonë ne kemi edhe zgjedhjet lokale, tash vetëm janë caktuar kandidaturat, asamblesët, nuk do të thotë që edhe mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ajo që ka neve na detyron dhe na obligon që të jemi gjithmonë të gatshëm për zgjedhje si subjekt serioz politik. Faleminderit shumë.